Mirëmëngjesi, du m'ja u tregu një tregim. Kishte qenë një herë një djalë i vogël, i cili hyri në një librari, por nuk kishte monedha që të blente librin të cilin ai donte ta lexonte. Andaj e pyeti libraritarin: "Kam vetëm këto monedha. Çfarë mund të blejnë ato?" Libraritari buzëqeshi dhe i tha: "Merr cilin libër të duash. Nuk ke nevojë të paguash. Me rëndësi është vetëm të mësosh." Dhe djaloshi mori librin. Vitet kaluan dhe pas një kohe, djaloshi u kthye përsëri te libraritari. Kur hyri në librari, ai pa se libraritari nuk po mundte të paguante qiran. Andaj, ai bleu librarin dhe i dorëzoi qelsat libraritarit. Tani, e mbas nuk do të kesh nevojë të paguash qira. Kjo është e jotja. Libraritari, si edhe në tregimin tjetër të furtarit, u habit. Dhe e pyeti djaloshin: "Po pse po bën një gjë të tillë?" Djaloshi u përgjigj: Vite më parë, kur unë isha shumë i vogël, ti më dhe një libër dhe nuk më le të paguash. Ai libër më ndihmoi shumë në jetë, që të lexoj, të mësoj dhe të bëhem i suksesshëm. Andaj, kjo është vetëm një gjest i vogël për të treguar se sa shumë ju kam mbajtur në mend gjatë jetës. Andaj, miq të dashur, kjo na tregon se në jetë gjërat nuk humben. Mirësia asnjëherë nuk humbet. Dhe nganjëherë ne e bëjmë një gjest shumë të vogël, por ajo, ose ai gjest, nganjëherë definon suksesin e tjetrit. Andaj ju kisha lutë që të më tregoni ndonjë gjest që dikush e ka bërë për juve, që ju nuk e harroni kurrë.